e trajton subjektin e vetë politike tjera në mënyrë shumë të pa, jo politike, jo të ndershme, jo etike. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shkarkuar nga të gjitha pozicionet e saj Vjosa Osmanin. Me 70 vota pro, Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s ka shkarkuar nga pozitat udhëheqëse. Vjosa Osmani ka tradhtuar LDK-n. Po padyshim. Në takimin e parë pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, u pajtuan që të qeverisin bashkë. Por këtë marrëveshje kandidatja për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e shkeli as kur partia e saj u prish me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Vjosa Osmani, që fal asaj aleance ishte zgjedhur kryetare kuvendi, nuk votoi mocionin që rrëzonte Kurtin si kryeministër e që u inicua nga vetë partia e saj. Duke votuar mocionin për shkarkim të qeverisë, ne e braktisim vullnetin e qytetarëve tonë pikërisht për ndryshimin që e kanë kërkuar. Kështu të shtunën Isa Mustafa përmes një letre kërkoi nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të votojnë pro largimit të Osmanit nga pozitat e nënkryetarës dhe anëtarës së kryesisë në parti. Po përjashtohem e diferencohem sepse thash kurrë me të korruptuarit dhe ashtu mbeti. Thash do t'i sjellim Kosovës ndryshimin e jo mendësinë e vjetër në pushtet dhe ashtu mbeti. Thash se nuk do të përkrah asnjë tregtar të kufijve e të sovranitetit dhe ashtu mbeti. Thash për Kosovën do të kërkojmë barazinë nëpërmjet reciprocitetit dhe ashtu mbeti. Thash se askujt nuk do t'i punojmë pas shpina dhe ashtu mbeti. Pra, u diferencova e shkarkova sepse mbajta fjalën. Për diferencuesit e sotëm, shihemi në garën zgjedhore së shpejti. E aty do të shohim se kush do të fitojë kur të dalim para qytetarëve. Gara e vërtetë është para qytetarëve, edhe pse shumica dërmuese prej ju është diferencues, jeni kaq frikacak sa nuk do të guxoni të dilni në atë përballje, por sërish do të fshiheni prapa dikujt tjetër.